A ke punu pra me këto fëmijë? Pse të shkojnë atje? Pse nuk i mësove kur qenë të vetit atje? Pra mund t'jenë me mija, me 10 bija. Pra fillimisht, rregull është, babën me arrestu këti, me dënu. Nanën me dënu. Këti që ka shkukarati. Ku ishi ju? Pse fneti që unë? Qërë edukate i dhe? A ke qënë për vetët i një edukat? Se pas pate që për vetët, s'ke që jepë ti? Ku ishi ti? Po më tërgoj njëni prej vlezëve tonë, tu zote i Bekothi, shalë i ka rejtë fëmijët e vetë, që jenë martu, me gra, me kalamajnë gjithë. Më vetë t'jari vonë. Erdi në thëmë, hapi të erë në rajë gjumë. Natë në 2, hapi të erë në rajë gjumë. Natë në 3, në lava, tha me të 3, ku që e? Me e 2 shokë, për në 2 nësë nuk ka shokë. Në 2 nësë nuk ka shokë, pas mikë, pas e ku që e? Ma se e kanë të ma e krefa, tha prej leka ty, i thashe për nesër në rama të zvemo, ka më shku vetë me të shuat i këveni. Te përë, baba, nana, ka në autoritet madhë, ma si leve të dalë nga kuj rreshtë. Ka fitur shumë lek filoni, fiton edhe më së tiki. Leku është me punë, dhe zë. Mbajeni pra, sa ka fëmijë do t'ju duhen, edhe pas i të kalem për i kësaj vete. Kishim disa shokat e në umre, edhe njëni për i këtëne i afert i njëni ishte, tha në ka qunë djali, babën edhe nanë. Shikojre, a i ka rreti djali të këtë shkojt i quj ushqime pa da të ke burë. Ty ka rreti djali që ta quj në umre, ke vendi i shejtë ati me ba, thënim Zotit që në hu, babën edhe nanë. Pra këto janë ajo trashëgimie që ti do të lësh për mbrapa. Kjo ka rëndësi të madhe për ty, sepse ti ngarkohesh me sevape, me shpërblime, pavarësisht se ke kalu për i kësaj jetë. Çfarë do vepra të mirë bëjnë ato fëmijë, kur ti je në banesën e varrit, tu të vjen pjesa jote atje. Sepse jenë mundimi jote, që atë edukat, që të lekë që e ke harxhu për atë fëmijë, për të bërë rob Zotit, i bindur ndaj Zotit Xhelexhelaluhu, Allahu Xhelexhelaluhu, pika ta jep në banesë varrit, ta jep edhe në ditën e gjykimit, sepse te ke punuar për këtë. Tregojnë rastin e personit që njeriu t'i ka mësuar librin e Zotit. Po vetë s'ka mësuar si gjanë. Sepse i jati nuk e ka shumë. Edhe kur shkoj për ta qiku, pse s'ke mësuar ti vetë, a i thot, kap një babën tim, thot, sa a i s'ka mësuar si gjanë. Unë djalit tim, thot, e kryve të tyre ka shi djalit tim. Edhe ti, ka shi djalit tënë. Pra, mas shkon atë pozicion, sa që të rejtët fëmijës s'ke që ti përshma. Shive, pa të kaloj ki 17, 18, se ki zeshë mos bëhat fjallë që më të komunikojsh ma më në. Pa të kaloj këtë fazë. Pas në gjoj fjallën ma, shive se do këtë probleme. Për Zotë. Pra kjo është problemi ma. Më thashtë që në fëmijës me i këmë dorë edhe tjerë. Shkolla. Apo, këto qafirët që nuk do të ketë familje, borë dhe gru, fëmijë, pasardhës, nerë, borni, gruni, nuk do të këtë. Këta do në vetëm shkatrim. Pra, lekun këta e vejnë me anë shkatrimit. Delet bi për shembull dy, i palache. Qaj e i dhoti? Se lidhën, as borë, as gruzja. Nuk e di që ajo. Pra, e për fëmijën që unë kam qonë në shkollë, për shumë, a je djate o je vajzë. Në i kohë kur të parët tonë, Zoti Bekoth, këtë qështë e kanë zhjithë shumë letë. Se është për të zhjithë në parë. Për jo atje në publik. E kanë zhjithë shumë letë. Nanën se kënë ishë mena me këtë punë. Ato kontrollojnë fëmijë. Djalin edhe vajzën. Edhe punë e parë kur lindë dhe që ishte? Djalin, thot. E verifikojnë, duke pa testikullet e tjitha të sende, djalin. E verifikojnë që ishte? Vajzë. Vullosën, edhe shkruat,
ato në certifikat, registruar. S'ka në më diskutuar. Pra të bigje unë sot e në nësit dhe nuk jam bërë, nuk jam tjarë. Pra miratoj të tamam atë ligjin e shejtanit, ato të vazhdojnë, unë po them për ju për fëmijët e ju i kujdesuni. Botën s'kina ta ka të me mbajtë. Allahu Gjellë thotë do t'ju pyes për ehlikum, për familjen e juve. Është i dështuar, thënë, ai i cili ditë në gjykimit ka humbur vetëm për ka humbur edhe fëmijët e vet. Ta duhet me pas shumë kujdes. Edhe je bari për familjen që ke marrë për sipër. Pra atë mësoj, nuk ka nevojë. Bile për borët, për djetë ka pas edhe rregull tjetër. Ne që kemi kryer shërbimin ushtar, merrni atje doktorët më të mirë të vendit. Ju betohem Zotit. Gjithë ata që kanë kryer shërbimin ushtar e dinë. Edhe na zhvishin llogarit. Edhe të kontrollon të doktorin. Je burë, je javë, si je javë, me zemër, me trup, me shpirt, me organe, që ke këtu këtë, kontrolloheshin, a je për atë ushtarëve, sepse duhet me qenë atje diçka, do të lëvizsh atje. Sakati nuk shkon atje, qore nuk shkon atje. Ai që ka këto probleme që po i ngrenë të sot që thotë, nuk jam burë, ose si jam vajzë, po jam asaneja s'plen, i kontrollon dhe ju stajë atje gre. Edhe ne në kontrollojshin ato. Edhe ky do shkojë ushtarë. Edhe kishte nga ata që nuk shkojshin ushtarë, se nuk ishte jaftë. Ata shkojshin edhe vuloshin. Kjo ka qenë sa. Ka qenë sa.